Pse foshnjat qeshin gjatë gjumit? Arsyeja do ju befasoj. E qeshura gjatë gjumit është një dukuri relativisht e zakonshme, por çfarë bën një fëmijë të qesh në gjumë? Meqense është e pamundur të dihet vërtet nëse foshnjat ëndërrojnë, besohet se kur foshnjat qeshin në gjumë, shpesh është një refleks sesa një përgjigje ndaj një ëndre që ato shohin. Kur foshnjat kalojnë gjumin REM, trupi i tyre mundet që të bëjë lëvizje të pavullnetshme. Këto lëvizje të pavullnetshme mund të kontribojnë në të qeshurën e fëmijës gjatë kësaj kohe. Megjithatë, mund të ketë këto lloje krizash të njohura si kriza xhelastike, të cilat janë episode të qeshurave të pakontrolluara që zgjasin 10 deri në 20 sekonda. Nëse vëreni se kjo gjendje po ndodh rregullisht, disa herë në ditë, bisedoni me pediatrin tuaj.